SPAK dhe Drejtoria Distriktuale Antimafia e Barit zhvilluan mëngjesin e sotëm një operacion përbashkët dhe të gjerë në kuadër të hetimeve ndërkombëtare në Shqipëri dhe Itali realizuar nga skuadra e përbashkët hetimore ngritur me mbështetjen e Eurojust. Hetimet u përqendruan në zbulimin e vrasjes së Francesco Di Viestit, ngjarje e ndodhur më 25 prill të 2025 në Canosa di Puglia në jug të Italisë dhe të një organizate kriminale shqiptare me bazë në Tiranë, të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe pastrimin e produkteve të veprës penale nga Italia në Shqipëri. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka lëshuar 10 masa sigurimi personal ndërsa 5 të tjera janë lëshuar nga autoritetet gjyqësore italiane. Këto masa janë vendosur ndaj 11 shtetasve shqiptar, 4 italian, përfshirë 4 gratë vendosura në masë në arrest në shtëpi dhe detyrim paraqitje. Masat u ekzekutuan në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar në Tiranë, Fier, Vlorë, në Barletta në burgun e Romës dhe Anjani, Italisë dhe në Madrid, Spanjë. Veprat penale janë vrasje me paramendime kryer duke përdorur metoda mafioze të ekzekutimit, tentativë zhvatje, posedim dhe mbajtje palishme armëve të zjarrit dhe municioneve, favorizim personal, shkelje të masave parandaluese personale, pastrim ndërkombëtar i produkteve të veprës penale nga Italia në Shqipëri. Në masën paraprake të lëshuar nga gjykata e Barit është konfirmuar qëndrueshmëria e provave ndaj 3 personave, tetuar si ekzekutor material krimit kryer ndaj Francesco Di Viestit, një shqiptar, autori dhe 2 italian nga Barletta, një burrë dhe një grua që ndihmuan në fshehjen e gjurmëve të krimit, duke mos raportuar ato tek autoritetet gjyqësore. Hetimet zbuluan se në mbrëmjen e 25 prillit 2025 Francesco Di Viesti u përfshin në një konflikt në një bar të Barlettas dhe u dërguar brenda disa shpellave pranë një zone të izoluar në murgjen e sipërme në Canosa di Puglia, ku është qelluar 5 herë nga 2 pistoleta dhe më pas i është vënë flaka brenda disa gomave me qëllim që kufoma të digjej sipas një metode të përdorur në vitet 90 në këtë zonë. Duke ju referuar kësaj mënyre të ekzekutimit, hetimi u mor përsipër nga Drejtoria Antimafia e Barit duke lokalizuar kufomën brenda 4 ditëve. Më 25 qershor shtetësi shqiptar i përfshirë në krim, i cili ishte larguar 2 ditë pas ekzekutimit të Di Viestit, u arrestuan në qytetin Roshe të Hungarisë, jo për vrasje, por për posedim të 24 kg kokainë të pastër në kuadër të procedimit prokurorisë së Tiranit. Drejtoria Antimafia e Barit i kishte dërguar provat kësaj prokurorie për të bërë të mundur arrestimin e tij për këtë krim. Në të njëjtën kohë tek familjarët e tij u sekuestruan mbi 412.000 euro kesh, si dhe u dokumentuar përfshirja 3 shtetasve italianë në këtë çështje penale në hetim. Rindërtimi i vrasjes së Di Viestit dhe identifikimi i grupit kriminal të përfshirë në pastrimin e produkteve të veprës penale u bë i mundur fal një hetimi më të gjerë ndaj shtetasve shqiptar të vendosur në Puglia, të zhvilluar nga Drejtoria Hetimore Antimafia e Barit në ndërtimin dhe koordinimin e Drejtorisë Antimafia të Barit në kuadër të trafiqeve ndërkombëtare të drogës nga Shqipëria në Puglia. Lidhur me shtetasit e hetuar, GKO ka vendosur gjithashtu dhe sekuestron preventive për 4 shoqëri tregtare, 8 automjete, 10 llogari bankare dhe shumën prej 680.595 euro, të cilat u sekuestruan nga policia e shtetit në 14 nëntor 2024 në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit pas informacioneve të marra nga qendra operative Dia Bari. Operacioni sotëm është pjesë e një projekti hetimor shumëvjeçar me SPAK dhe DDA-s të Barit kundër trafikut ndërkombëtar kokainës dhe heroinës të menaxhuara nga organizata kriminale shqiptare dhe pason operacionet Shefi, Kulmi, Shpirti dhe Ura. Nga viti 2018 deri në 2025, këto operacione kanë çuar në vendosjen e 170 masave të sigurisë, sekuestrimin e pasurive në vlerën e miliona eurove dhe kapjen e mbi 7 tonëve drog, kokainë, heroinë, kanabis. Në shkallë të ndryshme të gjykimit janë vendosur dënime deri në 20 vjet heqëlerie për secilin pandehur. SPAK falenderon Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për ekzekutimin e masave të sigurimit personal të kryera në Shqipëri. Mirë, ky është njoftimi zyrtar i SPAK për operacionin që u krye pra midis Drejtorisë Distriktuale të Antimafias në Bari dhe SPAK. Për diskutuar për të çështje, unë kam të ftuar sonte në skenë krimi ish prokurori dhe avokatin Ervin Karanja. Shumë faleminderit Karanja. Përshëndetje. Dhe ish drejtuesin e lartë të Policisë së Shtetit Shemsi Prençi, të falenderoj. Faleminderit. Çfarë ishte ky grup edhe lidhje me Shqipërinë, pastrimi i produkteve të veprës penale, i parave pra, që kryhet në vendin tonë? Si që lançuat edhe ju më parë, ky ishte një ndër grupet kriminale të trafikut ndërkombëtar të drogës me qendër në Itali, por që zhvillonte aktivitet të paligjshëm në fushën e trafikut ndërkombëtar të drogës, që nga Amerika Latine dhe shpërndarjen në vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht në Itali, por edhe Spanjë. Normalisht është thënë edhe më herët që grupet shqiptare, duke qenë se kanë specifik që janë grupet e vogla po shumë besnik ndaj karteleve të drogës që ka Evropa dhe vendet e Amerikës Latine, janë të preferuarit e karteleve për besnikërinë, për cilësinë e materialit dhe për
mbrojtjen deri edhe me parimet e kanunit, ku hakmerrën ndaj njëri tjetrit, kur ato i bëjnë gol njëri tjetrit, apo pra janë besnik ndaj atyre që u japin punë të vështira, si ato të trafikut, deri në destinacionin e duhur të lëndëve narkotike. Fakti që antimafia italiane ka bashkëpunuar me SPAK-un drejt për drejti në këtë, dhe ekzekutimin e kanë bërë me mbështetjen e policisë shqiptare, tregon që tashmë është një bashkëpunim tjetër institucional me vënien në krye të policisë të drejtuesit ri Skënder Hitaj. Pra është rritur besueshmëria për shkak të integritetit dhe personalitetit të leadershipit të policisë shtetit, dhe një standardi të ri që ka vendosur për goditjen e krimit dhe sidomos të krimit organizuar. Fakti që në këtë grup kriminal të goditur kemi të bëjmë me 11 shqiptar dhe 4 të huaj, pra italian, tregon se çfarë dominance kanë grupet kriminale shqiptare në tërësinë e trafikut ndërkombëtar të drogës, kryesisht ata detyra të cilat marrin grupet shqiptare, sepse ne nuk mund të themi që grupet shqiptare janë kartel dhe organizojnë gjithçka dhe marrin përsi për të gjithë aktivitetin e prodhimit, të ngarkimit, të transportit, të shpërndarjes. Pra, këto kryejnë detyra të posaçme sipas përcaktimit që u bëjnë kartelet. Dhe në këtë aktivitet të detyrave që kryen janë tepër besnik dhe të vendosur. Si mbriti deri në Shqipëri ki problem, sepse antarët e këtij grupi kriminal ishin të dënuar në Itali, edhe në mungesë, me dënime që kalonin deri në 20 vjet heqje lirie, por hetimet quan deri tek pastrimi i produkteve të veprës penale të këtij aktivitetit paligjshëm ndërkombëtar, dhe duke qenë se Italia, antimafia italiane e ka të përcaktuar që destinacioni i pastrimit të produkteve të veprës penale është kryesisht Tirana dhe Bregdeti shqiptar, madje kishin të evidentuar dhe bizneset e tyre në Shqipëri, dhe ndaj dhe kemi të bëjmë me ndryshe nga herët e tjera, ekzekutimet janë bërë pothuajse në masë, pra nuk ka patur shumë dështime të operacionit, dhe fakti i sekuestrimit të rreth 1 milion euro cash, 680 sa mijë. Po në total shkon 1 milion euro, sepse janë dhe 400 kapura më përpara. Pastaj bllokimi i disa llogarive bankare që shkon një sasi shumë e madhe parash, dhe aktivitete biznesi 4 dhe mjete motorike, 8 mjete e gjëra tjera. Si dhe disa prona në Shqipëri, çka do të thotë që ky grup kriminal nuk ishte një grup që vepronte dje dhe sot, po ishte një grup që kishte një aktivitet minimalist 15 vjeçar, për të cilën ishte investuar antimafia italiane në këtë. Dhe fakti që ka vënë në eficiencë edhe materialet e ardhur nga Italia, kanë vënë në lëvizje dhe SPAK-un, duhet përgëzuar si një sukses i goditjes së një grupi të strukturuar kriminal që vepronte më së shumti në Shqipëri. Këtu tani duhet paranojmë se pavarësisht se ne kemi një antikap që ndërkohë që në portin e Durrësit nuk kapet asnjë gram lëndë narkotike të forta, provat tregojnë ndryshe. Italianët thonë ndryshe, se Shqipëria është një destinacion për pastrimin e produkteve penale, po është edhe një distributor, pra vend origjine nga ku merret, që furnizon me lëndë narkotike, që normalisht vjen nga vendet e Amerikës Latine, në një rast përqendrohet në Shqipëri dhe pastaj shpërndahet në Itali, kryesisht rruga Vlorë-Bari dhe Durrës-Bari është një linjë që nuk kontrollohet, edhe Saranda, po kështu. Këto porte janë për fat të keq, edhe pse Shqipëria bashkëpunon me autoritetet ligjzbatuese evropiane, si Europoli, Eurojusti edhe institucionet të tjera, tregon që këto korridore nuk janë të kontrolluara dhe nuk janë në mbikëqyrjen e rrep të policisë shqiptare, çka do të thotë që këtu në mënyrë të vazhdueshme funksionon ky korridor i trafikut ndërkombëtar të drogës, dhe fakti që kapet në Itali droga do të thotë që flet shumë. Pra, nuk kemi vetëm bazë furnizimi për kanabisin,
Po jemi edhe për drogat e forta dhe. Kokainë furnizonte në një tjetër rast Prençi, pak ditë më parë u godit një tjetër grup, u gjet bashkëpunimi me një grup të fortë në Emilia Romana, që është një nga zonat e cila njihet për le të themi si një zonë ku shpërndahet në mas kokaina, dhe bashkëpunëtorët ishin 2 shqiptar nga ku ky grup varte fatin e tij për furnizim me drogë. Absolutisht po unë po them që kam mbi 5-6 vite që nuk kapet asnjë gram heroin dhe kokainë në portet shqiptare. Për çfarë ndodh pra? Do thotë që këto janë uzurpuar nga grupe kriminale, është pa aftësi e institucioneve ligjzbatuese për të pasur kontroll. Aktiviteti në detin Adriatik është i shumëllojshëm. Është aktivitet tregtar që qarkullojnë anijet e mallrave. Patjetër. Është aktiviteti i trageteve që qarkullojnë tragetet me linjat e pasagjerë dhe makina. Është aktiviteti i peshkimit shumë i rrezikshëm për shkëmbimin e drogës në ujërat territoriale dhe në ujërat ndërkombëtare. I përdoren dhe peshkarit. Absolutisht në mënyrë kategorike. Dhe parë në këtë kontekst, unë them që institucionet ligjzbatuese në Shqipëri duket sikur ka zënë gjumi në pikpamje të goditjes së këtij lloji aktiviteti. Unë nuk du të implikoj institucionet shtetërore, por fakti që nuk ka goditje, fakti që nuk kemi parë prej shumë kohësh që të ketë një rezultat pozitiv, sepse ne thomi që bashkëpunimi ndërkombëtar dhe me institucionet e Bashkimit Evropian, këto ligjzbatuese dhe Guardia di Finanzat, duhet bëhet për ta parandaluar këtë lloj aktiviteti. Por nëse ne e lëm të shkojnë në destinacion dhe ja lëm si thuja transmetojmë këtë aktivitet kriminal Italisë dhe Italia po i heton, i zbulon, i heton dhe pastaj na thot ne urdhëro kapni se i keni në Shqipëri dhe përveç se i keni në Shqipëri janë duke bërë dhe këtë lloj biznesi, këtë. Atëherë ç'a ngelet për organet ligjzbatuese shqiptare? Ndjekim urdhrat e drejtorisë antimafës italiane. Nuk kthehemi më në parandalues dhe hetues të ngjarjeve kriminale, po kthehemi në ekzekutues të urdhave italian. Faleminderit Prençi. Karanxha, pse kaq seriozisht italianët në raport me grupet shqiptare? Ndërkohë që duhet kuptojmë dhe që prokurorisë pak, domethënë Vladimir Mara tha që nuk mund të flasim edhe për kombësi të krimit, por flasim për kombësi të krimit, shqiptarët janë aty. Është për të pasur zili andi, sepse italianët kërkojnë paratë e tyre në Shqipëri. Pra janë paratë që janë vinë nga trafiku i drogës, sepse në zonat e Italisë shitet drogë, pra kemi një treg të garantuar dhe paratë që vinë nga tregu i drogë janë para italiane, se janë shtetas që konsumojnë drogë janë italianë. Dhe ky është shkaku kryesor. Janë paratë shtetas të tyre, thua. Pa ata gjymojnë paratë e veta. Domethënë gjë që nuk ndodh me paratë shqiptarëve, se kemi diskutuar edhe herë tjetër. Njerëzit e korruptuar, ata që kanë vjedh paratë e buxhetit të shtetit, ata që bëjnë tendera çokollatash, ata që bëjnë tendera fiktiv, që tendera që nuk shkojnë, ne nuk i kemi ndjek. Dhe uroj që të paktën siç jemi ne korrekt me italianët, dhe ata të jenë me ne kur gjymojnë lekët e parave tona, pra paratë djersa e parave të popullit shqiptar. Ata bëjnë shumë mirë që ndjekin paratë e veta. Kjo është një veprimtari e palishme. Trafiku i drogës është i palishëm, pavarësisht se kush është përdorus dhe pavarësisht se ku vinë paratë, sepse edhe paratë që vinë këtu në territorin e Republikës së Shqipërisë sjellin pasoja në treg. Çfarë pasoje? Sepse unë e kam shqetësim këtë. Nga një ranë Italia thashë ka shumë seriozisht me ne, domethënë numërohen disa operacione, shefi Kulmi, Shpirti, Ura, ky është operacioni i 5 të kryer Covidit e fundit. Tregon që ata vinë domethënë seriozisht në Shqipëri dhe ata që marrin leje, agentët italianë që vinë në Shqipëri që marrin leje, është një marrëveshje me Ministrinë e Brendshme për të futur në Shqipëri dhe për të bërë veprime operative marrin leje, këta ndjekin me seriozitet punën e tyre. Dhe në rastin konkret, domethënë që të kthehemi në rastin konkret, kemi një vrasje të ndodhur në territorin e shtetit italian, kemi një procedim penal të nisur në Itali, kemi dhe pastrimin e produkteve të veprës penale në Shqipëri. Duhet të jemi të kujdesshëm që Prokuroria shqiptare të mos cënoj parimin nën bis in idem, parimin e gjës gjykuar. Pra, shtetasit shqiptar kanë marrë një dënim në Itali dhe për pastrimin e produkteve të veprës penale në Shqipëri janë disa episode të dokumentuar, e shkapur një sasi kesh, kemi një sasi të eurosh në pikën e Muriqanit që dije që ishin sjellur nga trafiku i drogës, duhet kemi kujdes me mos shkelet parimin nën bis in idem. Paratë që vinë në territorin e Republikës së Shqipërisë, çfarë cënojnë? E para,
cënojnë konkurrencën e lirë. Ç'do të thotë domethënë çfarë? Një person që vjen në pazar, vjen në treg, qoftë në fushën e ndërtimit, qoftë në fusha tjera, ai ka parat gati, e maro pallatin, maro çfarë do bëj rrugën, gjitha i ka lekët gati. Ndërkohë që një biznesmen i ndershëm, i cili punon me lekët e investitorëve janë blerësi. Ai ka vështirësi financiare, ky e ka punën e kryme, i ka lekët gati. Qoftë për furnizimin, qoftë për hapjen e gropës, qoftë me parkimin nën toksor, qoftë me mbarimin, ai ka pallatin me çelës në dorë dhe mund t'i pastrojë lekët. Dhe kjo cënon konkurrencën e lirë. Cënon ata njerëz të cilët punojnë me djersën e ballit dhe nuk kanë shanse të kenë një makinë, te mënyra e jetesës. Pra këta persona me para, me mënyrën e jetesës, bëhen dhe shembull i keq për shoqërinë shqiptare. Te makinat e fundit, te jeta luksoze, vila. Prandaj i mëson njerëzit, quhet parandalimi i përgjithshëm, domethënë që mund të përfitosh nga trafiku i drogës. Njerëzit duhet mësohen që shqiptarët, domethënë në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, të pasurohen në mënyrë të drejtë. Pra kjo shkel konkurrencën, shkel dëmton edukatën ndaj brezit ri që i largohen punës dhe shikojnë pasurimin e shpejtë dhe sjell shumë pasoja. Por thashë të këtë, janë për t'u lavdruar italianët, të cilët i bin nga mrapa lekëve të tyre, se nuk është se po e bëjnë për ne, se po i vje keq për ne, absolutisht jo. Ata shohin ka një agent dhe shumë mirë, respektojnë shtetin, sepse duke u goditur kjo mënyrë rrjedhje parash nga vendi vet, duke qenë veprimtari e palishme, ndërpritet për të ndodhur në vepra penale në të ardhmen nga shteti shqiptar. Një diçka që nuk jam dakord. Që është? Roli i shqiptarëve dhe klasifikimi i tyre në krimin ndërkombëtar. Po shërbimi sekret e ka bërë copën në raportin vjetor. Këtu unë nuk jam dakord, ne duhet të majmë atë që na takon. Është e vërtetë që shqiptarët, qoftë shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malit Zi, ose shqiptarët e Kosovës, që merren me trafik droge. Por ne s'mund të marrim një vend që s'na takon. Të jemi të parët ne. Absolutisht jo. Po mirë, unë të them dhe diçka tjetër. Në një tjetër rast, jo rasti që përmenda me Prençi, një tjetër rast janë dy shqiptar, njëri është arrestuar në Dubai, tjetri është në kërkim, i kërkon Italia këta. Kishin lidhje deri tek ndrageta, antarët e ndragetës dhe antarët e ndragetës furnizoheshin nga këta dy me drogë. Çka s'ka problem. Dhe ndrageta përfundon në duart të shqiptarëve. Ata janë furnizues. Të furnizojnë, por tek niveli i kriminalitetit nuk është mbi ndragetën, nuk është mbi Koza Nostrën, se thonë ato u bën këto të parat ose po kapin tregun. Jo. Ke organizata tjera që janë shumë më të sofistikuara, shumë më të rrezikshme që nuk ke shanse t'i kapësh. Se këto u kapën nga mënyra e jetesës që e kanë trashëgimi. Ata nuk lvizin me makina të shtrenjta, nuk lvizin me Ferrari ose me Benz AG, janë të padukshëm. Pra këto ne jemi ala primitiv. Prandaj neve të marrim atë që na takon. Pra ku ka vretje, ku kalon droga, ne duhet ta luftojmë. Pse porti i Durrësit nuk ka kapur më drogë, duhet ta luftojmë. Pse nuk ka kapur Karanja? Çfarë mendon? Janë grupet kriminale kanë korruptuar policinë, apo vetë policia nuk ka kapacitet ta hetojë çështjen? Duhet të bëhet analizë, siç është bërë gjithmonë analiza. Pse ka ndodhur? Analiza me partnerët tanë. Ore, pse s'po kapet më? Ku çalon? Ku është problemi? Që të kapem që dhe ne të bëjmë kontributin ton në parandalimin e trafikut drogës. Është veprimtari e palishme. Po pra ka italianë, ata ndjekin parat e veta dhe bëjnë shumë mirë. Po neve na vjen keq që prapë se ne parat e shqiptarëve rip, këtu s'po gjëm të shkojnë në agjentë spanjollët dhe gjermanët për parat e pensionistave. Po neve, parat e popullit shqiptar, këto tendra që janë vjedh parat, se është përdorur si themi parë. Edhe na treguan se në cilin kat dhe në cilin godin zhvilloheshin aktiviteti i palishëm i call centrave. Ata e dinë Prençi. Edhe ne e dim. Jo ne e dinim, po merrnim rrogën. Problemi qëndron këtu tani, nëse ke një administratë të korruptuar dhe të bërë pjesë me krimin, normalisht që ndërkombëtarët do vinë e të godasin më brenda shtëpisë tënde. Dhe unë ta thash, ne mundët të mburremi edhe mund të rrajmë gjoksin, siç po e rrajmë gjoksin për
çështjen e raportit i barë, ndërkohë që kemi 34 kushte më të rënda se sa raporti më parshëm. Ne kështu mburmi gjithmonë. Po nëse do kthehen institucionet shtetërore shqiptare vetëm për të zbatuar urdhat e arrestit të prokurorisë së Barit apo prokurorisë Milanos apo prokurorisë Romës apo prokurorëve gjerman, kjo është turp i madh për Shqipërinë. Unë nuk jam kundra absolutisht në mënyrë kategorike se me reformën që është bërë në Shqipëri ende disa institucione janë të brishta. Po ne nuk mund të themi që policia shqiptare është e brisht. Ne nuk kemi një çështje me iniciativën e prokurorëve shqiptar. Unë nuk di. Po dini ju na e thoni. Unë nuk di një strategji të goditjes kriminalitetit që nga parandalimi deri te goditja e policisë shqiptare. Pse ka ndodhur këto? Pse ndodhi tani në Sarand që një goditje organizoi Drejtoria e Përgjithshme e Policisë pas disa ankesave që ishin bërë dhe dolën 6 institucione të implikuar në një veprimtari kriminale. Ato duke filluar nga Bashkia, IKMT-ja, IMT-ja, policia, madje 12 arrestuar. Të tjerë nga arrestimet e para. 12 arrestuar, por të gjitha institucionet vendore dhe qendrore që operojnë në territorin e Sarandës ishin të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Po të futmi thelluar, nuk e dia do ta lënë drejtorin e përgjithshëm policisë që ta vazhdoj këtë goditje edhe për Vlorën, edhe për Himarën, të dali dhe në Durrës, të dali dhe në Fier, aty ku bëhet batërdia në zonat e mbrojtura. Të shkoj dhe në Lezhë, tek Rana e Hedhme, tek Shëngjini apo tek Velipoja. A do ta lejë qeveria drejtuesin madhor të policisë Skënder Hita që me integritetin dhe ndershmërinë që ka vetë si person të ushtroj aktivitetin e policisë në gjithë territorin e Shqipërisë, sidomos në Bregdet ku pastrohen paratë e krimit, unë them që nuk do ta lejnë. Nëse ai do ta vazhdojë këtë punë dhe nëse ai do të vejë nesër para drejtësisë Sergj Sagasin, unë do të them që ai është Superman. Por ama një goditje bëri. Edhe çfarë ndodhi? 6 institucione të implikuar në veprimtari kriminale, 6 institucione të vëna në dispozicion të botës së krimit, të njerëzve me influencë që pastrojnë parat në Bregdet. Po 6 institucione të implikuar do të thotë që shteti është i marrë peng. Dhe ju më thoni se pse nuk goditet droga në Durrës. Po nëse drejtorin e Durrësit, portit Durrësit e emëron bota e krimit, nëse drejtorin e policisë e emëron bota e krimit, nëse drejtori i shërbimit informativ emërohet nga bota e krimit, nëse drejtori i AMP-s për Durrësin emërohet nga bota e krimit, ata nuk kontrollojnë ma pastërtinë, por zhytën gjithë kupola e policisë në bashkëpunim me krimin dhe kush transporton më shumë drogë. Dhe unë jo pa qëllim të përmenda që tani po shkojnë peshkaregjet, nuk shkojnë për të kap peshk, shkojnë për të ndru mall në ujërat territoriale. Dhe kjo është një situatë shumë e rëndë. Dhe mu me vjen turp, domthon cili do detyrë po të kisha, tisha krye prokurori i Durrësit, apo krye polici i Durrësit, apo kreu i shërbimit informativ të Durrësit, apo drejtori i portit Durrësit, në rast se unë do kthehem në zbatues të urdhrave të arrestit të Italisë për një aktivitet që zhvillohet në Shqipëri, sepse ikja e drogës bëhet nga Shqipëria, shpërndarja bëhet në Itali, pastrimi po bëhet në Shqipëri, do të thotë që aja dhe zhoja zhvillohen në Shqipëri. Dhe asnjë nga organet ligjzbatuese nuk ka qoftë edhe një provë, që nuk ka edhe një dokument, një dokumentim të veprimtarisë kriminale të grupeve shqiptare. Dhe ju bëhet një pyetje shumë interesante. Përse kanë një rol këto shqiptarët? Edhe nganjëherë bëhen dhe më të fuqishëm. Nuk na duket ne se bëhen më të fuqishëm. Se në fundit në Shqipëri pastrohen produktet e veprës penale të këtij grupi shqiptar, po kartelet e drogës kanë dhe interes për t'i përdorur grupet shqiptare për të pastruar edhe paratë e tyre në Shqipëri. Dhe ne nuk jemi në heshtje në këtë pikë. Ju e dini shumë mirë. Personalitetet të larta, në thonjza, të karteleve të drogës kanë bërë takime në institucionet më të rëndësishme të Shqipërisë për pastrimin e parave. Ne mos bëjmë sikur nuk kemi dëgjuar dhe se kemi parë.